zogu ishte një aksident historik. Domethënë një person që rap perandoria, po që ishte i shkathët edhe sharlatan, që domethënë unë kur kam bërë një shkrim kohët e fundit për procesin e transformimit të Islamit në Shqipëri dhe marr shembullin e zogut se si e de-otomanizoi identitetin e tij duke ndryshuar mbiemrin e tij. Nga mbiemër turk Zogolli, që do thotë Zog Oglu, bijtë e zogut, që e bëri zogu. Por sigur më fal se ndërpreva, po zogu ishte një aksident domethënë, por edhe nuk arriti dot që të bëj asgjë. Domethënë, u mundua të bënte diçka për dështoi. Po pra, bëri disa kode të cilat mbetën në letër, faktikisht nuk zbatoheshin, në veri qeveriste duke paguar bajraktarët, në jug kollaj, por e vërteta është që gjithë ky nacionalizëm që vërtet dhe historianët e saktë janë ashtu siç ti thonë që Hoxha vetë ishte një nacional komunist, një nacionalist që e përdori komunizmin për interesat e tija, të pushtetit personal, pa diskutim. Por duhet të themi edhe diçka tjetër që nuk e thonë mediat shqiptare nga që kanë frikë. Një rol shumë të rëndësishëm në krijimin e shtetit modern shqiptar dhe në vendosjen e piketave të nacionalizmit në Shqipëri ka Rusia dhe Stalini. Përveç se Stalini hodhi bazat e Shqipërisë moderne, solli infrastrukturën e parë, unë jam rritur në kombinatin e tekstileve Stalin. Kjo është e vërtetë. Ndërtoi qytete, fabrika, uzina, ndërtoi Akademinë e Shkencave. Akademia, domethënë teksti i parë shkencor që është shkruar në Shqipëri është shkruar në Moskë. Domethënë ishin sovjetët ata që e bën. Bëri dhe filmin e famshëm Skënderbeu. Filmin Skënderbeu, domethënë imazhi i Skënderbeut në mendjen e shqiptarëve është imazh sovjetik. Dhe nëse ke lexuar librin me Stalinin të Enver Hoxhës, ta lexosh me vëmendje, Stalini përveç se organizon grushtin e shtetit kundër titizëve, të sjell grupin e Enver Hoxhës në pushtet dhe nuk e lejon Shqipërinë që të bëjë Republikë e Shtatë e Jugosllavisë, i theksonte në mënyrë të vazhdueshme Enverit që duhet i keni mysliman udhëheqësit nga që jeni popull me shumicë myslimane, dhe edhe këshilla të tjera, nga që Stalini është ai person që ka një shkrim shumë fantastik Stalini, e kam lexuar vite më herët, mbi inxhinierinë sociale, krimin e kombëve. E përmenda këtë term, në fakt sepse e ka marrë nga Stefan Sebag Montefiorit, në Oborin e Carit Kuq, librin e tij, biografinë e Stalinit, që mbahet një ndër më të mirat, dhe pikërisht ai e përmend, Stalini është krijuesi i inxhinierisë sociale të komunizmit, kjo që the ti. Pra, Hoxha e kopjoi nga Stalini inxhinierinë sociale. Do me thënë, kombi modern shqiptar, unë ndërtua mbi baza sovjetike. Dhe është Stalini ai që ndërtoi këto kombet tanet e Turkistanit që pushtuan rusët. Kombe si kur janë uzbekët, azerët, Azerbajxhani, taxhikët, kazakët, kirgizët. Ta popull nuk kanë qenë kombe, ka kanë qenë turqini. Edhe kur i pushtoi Rusia cariste, i mbajti të tilla. Por filozofia e bolshevikëve, duke filluar që me Leninin, ishte që ne po vim dhe do t'ju japim juve liri nga carizmi rus dhe nga ortodoksia imperialiste ruse, dhe ne do t'ju bëjmë juve vëllezër proletar. Dhe ka patur një proces konformimi, sigur ka patur edhe komunistizimi, që ndoqën bolshevikët në të gjitha këto stanet e Bashkimit Sovjetik, të cilat u bën mbështetësit më fanatik të Bashkimit Sovjetik, deri në momentet që ra Bashkimi Sovjetik. Dhe ai eksperiment që bën rusët, po në veçanti me Stalinin, se Stalini ishte ai që filloi të hapte gjuhën dhe leximin në mënyrë masive në këto stanet sovjetike, sidomos me vdekjen e Leninit në vitet 30 deri në 40. Lenini pikërisht e mori Stalinin si komisar të popujve, Po, bravo, si komisar të popujve. Dhe ishte, nëse ke lexuar veprën e Stalinit, i cili është shumë konciz në ato mendimet e tija, pavarësisht se thonë që ishte një ignorant, po kishte një bibliotekë shumë të madhe, sipas Montefiorit dhe e cila duke që ishte krefur e gjitha, ai është edhe njeriu që ka përcaktuar në një farë mënyrë kombet nga pikpamja moderne se çfarë janë kombet. Po, Viles Kanisa po e gjeta shkrimin e Stalinit, marksizmi dhe çështja kombëtare
koloniale. Dhe më fal, është libër, dhe në këtë libër ka qenë filozofia e Stalinit për dhënien e autonomisë kulturore ndaj kombeve dhe në nxitjen e procesit të konformimit, nga që stalinistët besonin që ideologjia e Bashkimit Sovjetik ishte një vllazëri e kombeve të ndryshme, të cilat do kishin ideal të tyre. Duke ardhur te Shqipëria me Stalinin, çfarë ishte duke thënë? Pra, domethënë, ajo që u bën në Shqipëri ishte pak a shumë ndjekje e politikave që Stalini ndoqi me kombet myslimane të Bashkimit Sovjetik. Ashtu sikur i krijuan kombe aty, ashtu u implementua edhe procesi i konformimit. Dhe sikur edhe ju sapo e përmendët, domethënë shqiptarët 95% të tyre për herë të parë për Skënderbeun kanë mësuar nga sovjetikët. Se do t'ishte elektrifikimi i vendit që nisën sovjetët, do t'ishte prodhimi i filmit Stalini me aktorin Gjorgjan Akaki Harova, që shqiptarët do të shohin atë heroin e tyre legjendar, i cili, sikur edhe e portretizoi propaganda komuniste, nuk ishte që luftonte vetëm turqit, por luftonte edhe Perëndimin, Venedikun, papatin e tjerë e tjerë, që simbolizonte pak a shumë konceptin e rezistencës që Shqipëria duhet kishte, si ndaj lindjes, ashtu edhe ndaj Perëndimit. Dhe edhe muzeumi kombëtar që kemi neve sot në Kruj, që u ndërtuan kohët e Enverit dhe nga vajza e Enver Hoxhës, nëse s'jam gabim, tregon pikërisht këtë gjë, domethënë. Shqipëria është tillë graniti me Skënderbeun që lufton si lindjen si Perëndimin, dhe nëse Skënderbeu u mitizua si, me thënë, Krishti apo Mesia i shqiptarisë, i cili parahapte dhe paraprinte rrugën, pejgamberi final apo profeti i fundit ishte Enver Hoxha, i cili zbatoi amanetin e tij dhe bëri Shqipërinë moderne, e cila pati shumë probleme. Në fakt, Hoxha e imitoi në disa gjëra, në martesën që e bëri me një grua nga veriu, siç Skënderbeu e kishte bërë me një grua nga jugu. Tentoi t'i afrohej miteve të Skënderbeut në disa simbolika të tija, po ta shohësh. Pavarësisht se nuk e lejoi asnjëherë që ta quanin një Skënderbeu të dytë, siç ndodh me udhëheqësit e demokracisë, që të gjithë kanë qejf të quhen Skënderbeu i dytë. Shikoj, mbyllim këtu këtë debat. E mbyllim, vetëm doja të thoja këtë gjë, domethënë që shqiptarët e sotëm, me gjithë, domethënë, rezervat e mëdha që ne kemi për enverizmin dhe shtypjen e regjimit komunist e tjerë, janë produkt i enverizmit. Dhe unë mendoj që në vend që ne të flasim shumë për Skënderbeun, i cili ishte një mit, besoj se ka ardhur koha që të flasim për enverizmin si një proces i suksesshëm shtetformimi, i cili gjeti shqiptarët shumë të pakët dhe i shtoi ata, krijoi shtet, ndërtoi me sa pati mundësi edhe me shumë gabimi që kishte, domethënë qytete të cilat u industrializuan, i bëri shqiptarët që t'ishin vend me shtet, edhe pse u bën shumë krime, dhe unë mendoj që me rënien e komunizmit, Shqiptaria, nëse flasim kështu, ka hyrë në një epokë krize, dhe ne sot shohim që shqiptarët janë larguar dhe vazhdojnë largohen mas nga Shqipëria, dhe gjitha i projekt i konformimit që nisi dhe u realizua me sukses në 45 vite komunizëm, duke shkatruar shumë gjëra, duke shkatruar fenë e tjerë, dhe me rënien e komunizmit, Shqiptaria është futur në një gremin, dhe unë besoj që nëse këto trende vazhdojnë, Shqiptaria ose do të zhduket, ose tani në epokën e globalizmit dhe të emigracionit masiv, do të transformohemi sikur është transformuar Kelebia, Londra, Toronto, Montreali, qytetet e mëdha. Ku nuk ka më kombe, po është një mishmash popujsh me indian, me arab, me zezak, me të bardh, me jeshil. Dhe, domethënë, ajo koha legjendare e kombeve është melting pot. Është një melting pot dhe që do sjelli vdekjen e shqiptarisë dhe do sjelli në krijimin e një identiteti të ri që do të jetë i farë multikulturalizmi që vetëm Allahu e di se si do duket në të ardhmen.